أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Të nderuar xhamat, Allahu xhalla xhelaluhu namazin e xumës kabul. Lutjet edhe shpresat e tona janë që Allahu xhalla xhelaluhu mirësitë e veta të zbrat mbi ne. Mbi gjithat lutjet e tona të kësaj dite të madhe janë që Allahu xhalla xhelaluhu ndihmën e vet të na zbrat ne. Edhe më hol pak Allahu Gjelle Gjelaluhu t'ja zbrat ndihmën e ative që e meritojnë. Edhe pak me preciz insha Allahu Teala jemi na ato që e meritojnë. Edhe më hol larg jemi na prej ative që meritojnë ndihmën e Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Sha'nu. Larg jemi na me argumente, jemi larg. Jemi aq larg sa që kërkesat e tona Allahu Gjelle Gjelaluhu për me na e dhanë ndihmën janë 9 milimalen. Me një kufi prej kufive, për mos me qenë unë i tepruar, janë mungut krejtësisht kërkesat e tona Allahu Gjelle Gjelaluhu me i lim ndihmën e ati. Edhe atë, a ditë kur ajo mas shumë ti neve na duhet. A ditë që ndihma Allahu Gjelle Gjelaluhu ashe nevojshme për ne ma shumë se frimmarja, ma shumë se ushqimi, prej kësaj jemi larg. Kemi sinjale, kemi shenja të qarta se në radhat e njerëzve ton dominon errësira e madhe ndaj kësaj që e thash për himjen e këtij dersit sotit, se nuk ndihmon Allahu Gjelle Gjelaluhu, po ndihmon filani. Ndihmon ki qëtëri dhe ndihmon ajo që janë ndore në kam. Allahu Gjelle Gjelaluhu këto njerëz, insha Allah Teala para se të thamun e largoh nga rahat e tona, kjo është shumë dëm i madh, po ndihmoft Allahu që këta të drejtohen. Ndihmoft Allahu Gjelle Gjelaluhu që këto njerëz të shofin gabimin, të dalin nga koridori i errësirave të kaluar, të se kaluarës ton, për shkak se e kaluara jonë është errësirë. Është errësirë. Prej errësirave, prej ngavim ne të nderuar të ri, errësirë për të cilën e sot do të kapëm për të, është errësira e mashtrimit të vetë vetiut. Kjo edhe mund të jetë titulli i ligjëratës sotit. Errësira prej ngavim ne, njëra nga errësirat, mashtrimi i njeriut vetë vetës, vetë vetiut ati. Në gjuhën arabe i thojnë gurur. Në gjuhën e Kurani Kerimit i thojnë gurur. Personit tani i cili është ngjirosur me këtë cilësi negative i thojnë magrur. Filani është magrur. Gururi është një ngjyrë e mendje madhësisë. Ai realitet nuk është ngjyrë, është nuancë. Dalimi mes ngjyrës edhe nuancës është shumë i madh, për shkak se një ngjyrë ka shumë nuanca. I thojnë ngrati kuq, tënë i ka gjevezi, tënë i thojnë all, tënë kërë djune shka mos qito all, gjevezi, qito janë nuanca. Sari, peme, krem, këto janë nuanca, edhe arra ngjyrë. Të ndëruar gjëmos, si jam i ngjyros, jam unë
nuk ngjyrosin e batania, gjë në ngjyrosin që të sen këtu. Gururi është një nuancë e mendje madhësisë. Pra mashtrim i njeriut vetë vetës. A ka njeri në botë që punon për mashtrimin e vetë vetës? Jo njeri, jo individ, mundet me qenë cila popull, komplet një popull e cili funksionon në mashtrimin e vetë vetës. Mundet. Si mundet një popull me punu kështu edhe ai më vetë vetën me mashtru? Si mundet kjo? Po, ai vetëm një hap e qëtë një popull edhe ai mashtron vetë vetën. Vetëm një hap. Ai hapi është hudhja mas të huajës. Hudhja mas kulturës huaj, hudhja mas civilizimit huaj, hudhja mas tabijateve të huaja, hudhja mas vesh mbathjes huaj, hudhja mas kremjes flokës sipas modelit huaj, hudhja mas pantoleve të huaja, hudhja mas fostanit huaj, hudhja mas ngjyrave dhe nuancave të huaja të kulturës edhe emancipimit të cilit në shpesh herë i thojmë emancoptim, për shembull kur është fjala për femnat, emancoptimi i femnës ka ndodhur ato po i thojmë emancipimi. A ajo është emancipima? A emancipimi i femnës është femna me u vesh shkinisht, me fol shqip, edhe me mendu ajo se është nudhe po emancipohet e me dal prej mantilit edhe shamies, me dal prej mantilit edhe shamies, me ato se këto të mantilit edhe shamies bile, mës me konë këto nashti kishmi shku shumë largë, kishmi mrinë Paris, e ndëgjeni mirë pra, kemi hinë Paris, tash edhe midis Parisit, gjenë ditën prej Shkupit për bëhat për në Paris, se na po hinë Paris, edhe përshkojnë për te Parisit, bile në Toronto kemi mrinë. Kemi mrinë në Toronto, kushte diko a Toronto a mas Gurubinës se si Paris shërë, më njëherë. Gurubinës për mësafir të afush në të këntonë këto. Na kemi shku largë, kemi shku tash me aeroplan Melbourne, kemi mrinë Sydney, në Zelandën e re kemi mrinë në aeroplan, në vdok bile Evropa pak, në bile me emancipimin modern thojza, edhe në gujza bile, kemi hinë Tel Aviv. Kemi shku largë. O ju të dashur, o ju të respektuar mirë, Allahu Gjelle Gjelaluhu o Gjelle Shaluhu, për këtë lej mashtrimi flet në Kurani Kerim. Flet në Kurani Kerim burim, të cilin mas pak ti njeriu i sotit po e dëshiron burim me pas. Për shkak se ai burim emancipimi e ka gazetën Enigma. Për shkak se ai burim emancipimi e ka gazetën Amor. Për shkak se njeriu i sotit për emancipimin e femnës e ka burim gazetën Shtern edhe Bild, edhe gazetën Express Kellnit, edhe gazetën La Figaro, e ka gazetën Leonardo da Vinci. Se a i din me vizatu mirë pa shami, a i din me vizatu mirë pa pantole, din me vizatu pa fune dhe pa kostim, a e emancipimi femnës tona. Se njeriu i jonë tash ka fillu me konsideru femnën e veshmbathur mirë si pas dëshirës Allahut krijuesit të asaj mbrapa me të një. Kjo është mashtrim. E tash ti kemi shku në Bonn, kemi shku në Berlin, kemi shku në Helsinki, na kemi shku tash në Oslo, kemi shku në Dresden tash momentalisht. Edhe atë vëllezër të dashur, ju mysafirt edhe në të vendit këtu. Njerëzit tonë që i patën dëshirë sa ma shpejt për në Gjermani me shku tash ti po telefonojnë për agje në përmet një kabinës provizore të nuar me një kamp të kampëve të ushtrijës Rusijës ka ona e lindore e Gjermanijës se në kanë fut me një zire, në kanë fut me një salë pa dritare. Ati jemi të nejtë pa dritare, kemi shku në Evropë, në kemi mëri largë. Dresdeni në Evropa. Ashe vërtet që janë Evropë. Edhe Roma në Evropë. Po atje ku oficeri italianit janë gjetë refugjatëve tonë për flok një femnës edhe e fut në aeroplan, apo e fut me një kontenjer mrena në mënirën e vetë atje, se na kemi dasht me çdo kusht në Itali me shku. Sa ma shpejt me na qu në Itali, kemi harru nëse, kur kemi mrinë Kumanov, të vllazërit të Katunar, të vllazërit e tonë, kemi harru nëse këto janë njerëzit të cilët faktikisht për mashtrim nuk di. Ato drejt për drejti nuk din për mashtrim. As nuk e mashtrojnë vetë vetën, as qetrin.
Në kemi harru se rendi, statuti, islam mbi vllaun është ky, ta'amul wahidi yakfi lil ithnain. Ushqimi I njënit bën për dy vet. Këta nuk e posedon Evropa. Këta nuk e posedojnë Amerikanët. Këta nuk e posedon Kina nuk e posedon. Këta nuk e posedojnë Australianët. Këta e posedojnë vetëm muslimanët. Ushqimi I një personit bën për dy vet. Kjo do të thot, këpucët e mia bojnë edhe për ti e dy vet, me një par këpucë sa të dush kalojnë mirë. Kjo do të thot, kerri jam është në disponim I vumë për tije. Kjo do të thot se gjali jam është edhe për tije taman. Kjo do të thot, ara jeme është edhe për tije taman. Kjo është sistemi islam të cilin sistem nuk e posedojnë qërët. Ania e shëqatave islame nga Turqia me 1.600 ton pasuri për vllazërit e Kosovës që kanë hinë Shqipni ashtu nejtë ndurës që një javë ka $10 në dite po pagun se s'polon me shpraz nuk polon me zbraz atë a I njeri që është drejtori ati porti që I lena njët me hi mrenda është grue e thes qëtër fol Shqip ajo ka thonë kjo anije zban me hi për Kosovarët brena se është një fakti gjallë që zban qëfar fakti na qenë ka thonë shumë malë 1.600 ton shumë po të keshem një gjip për Berlini me një 3 kutia ilaqa I ka pas me kalu me një herë se pak kja është mashtrim I malë edhe ndihemat kur qenë kanë shumë si pas dikuj s'po baj kanë me hi se qenë kanë shumë nuk është fjala se ato na qenë kanë shumë dhe s'ban me hi po është fjala prej ative qka ka lartë të ative s'ban me hi kush I ka qu s'ban me hi se po të kesh qenë aj me një flamur me ilzin fushën e ma vit e ku që barë pjesa qeter kanë pas me hi ato pa problem se janë të zotnijët janë të bajrakut që zban mës me hi kja është mashtrim fjala mashtrim nuk e përfshin mashtrimin e njerëzve në pazar lepër edhe gëmorin kur që shesin njëni qëtrit po fjala mashtrim përfshin shumë gjara në këtë bot e një popull prej popujve është shumë herë I mashtruar ai me një rast mashtruar tepër kur ai nuk është mirë I shkollum kur nuk është I spikatur mirë në dituri sa ma pa shkollim sa ma I pa ditur sa ma I pa kuptuar aq ma I mashtruar sa ma pa din aq ma I mashtru sa ma pa besim aq ma I mashtru të kundërtën e din do sa ma fetar më mirë të mashtrujnë kështu e din do ata thamë një fjale ma pa gurur pa mendje malsi a ke dëshirë me më mashtru mua e provoj inshallah ama gjoj një një vetë ma të mashtrus ma të mëloj në bote se unë jam besimtare një vetën mirë komot mush me më mashtru provoj a di po të kalzoj kejt dhamë të sharët të thoja në fillim me të parën e harë në asë një dhamë në sharët mashtrimit nuk jetë kejt thoja në më njerë s'ka vakt, s'ka mundësi shansë s'ka e pa mundun Allahu I dashur Allahu Jalla Jalaluhu në Kurani Kerim ka thonë zemrat për ka kjo deg për të cilin e po flasim jam di zemra e besimtarve zemra e njerëzve që njofin krijuesin mirë edhe njofin cilësit e ati I ngjall llamës e ndezur bukur e cila llam mas shpinës vete ka një pasqire ke ajet se dëni me pa shqipt për këthim me një vend është në gjuzin 18 në Kurani Kerim suratun Nur I ngjall një llamës e ndezur mas shpinës llamës ka një pasqirë e cila reflekton dritën edhe një herë muslimoni besimtari mirë është një dritë e ndezur nga ndima e qetrit nga përkraja e qetrit është edhe një dritë mbi dritë kur vllau I ve krahun vllaut vet janë dy drita të ndezuna mirë që pasqirojnë mirësinë pasqirojnë efektin e njeriut I cili në momentin e duhur din me zgjat dore dhe me vu mune vend كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب lam e bukur me pasqire I ngjall një illit në arsir
I ngjau populli jon në illit në arsirë në ditat e fundit, se lajmi juaj o vllazër të vllazëruar mirë këto dita, të jeni mirë dhe drejt për drejti të informuar se lajmi juaj ku jeni të jetu ju tashmë është përnda në rrezullin toksor edhe është shënu në qiellin 7 mirësit e juaja janë shënu në qiellin 7 ju ruajnë ato nesër me kusht nëse ju doni me i rujt ato, nëse ju nuk banim nëse ju nuk u mashtroni, nëse ju mas mirësisë që e keni bërë folni një fjalë, nëse ju atë e shifni se e keni bërë shumë, ta dini se keni me humë më njëherë, se ne ju nuk e keni bërë atë shumë, ju atë e keni bërë pak, hala edhe ma shumë ka vend me punu me bërë mirë në këtë popull se sa ju keni bërë. Kjo është vetëm një fillim, kjo është fleta e parë fletorës, kjo është aja në ABC, kjo është elifin e abgjëdije, vetëm elifin e keni përshku me dur të juve, edhe 27 shkronja kanë me të paprek. Edhe 27 shkronja ka me të paprek. Shkronja më me rëndësie cila ka me të paprek a shkronja 5. Ajo që e ka emnin gjim në gjuhën arabe. Fjala e kësaj shkronje ka me të paprek. Derisa ju këtë fjalë nuk e prakni, nuk keni bërë asë gjë. Ju asë nuk meritoni ndihmën e Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu. Nuk e meritoni për shkak se Rasulullah ka thonë hadith, ma taraka qaumun il jihada illa dhullu. Ka thonë populli i cili lend fjallën e cila me gjim fillon, ai popull më poshtët. Ai popull më poshtët. Kush e më posht ata? E më posht ai vetë vetën e pastaj e më poshtin qertë. E më posht ai vetë vetën e pastaj e më poshtin qertë ata. Më poshtët. Ka thonë Kurani Kerim, fala taghurrannakumul hayatud dunya. O njerëz, mos ju mashtron qenja e juaj në këtë botë. Mos ju mashtron kjo dunja me elementet e veta. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ma indakum yanfad. Ndëgjo mirë edhe nënvizoj i dashur i respektuar. Nënvizoj mirë, çka keni në durët e juaja, shkrihet për një moment. Kështu ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim. Çka keni në durët e juaja, shkrihet për një moment, kështu ka thonë. Ma indakum yanfaddu. Çka keni ju në dorë, hum për një moment. Allahu në Kur'anin e Kerim ka thonë: o ju musafir të nderuar, o ju njerëz që keni ardhur nga ana tjetër e vendit tonë, këtë fjali 1500 vjet i ka që Zoti e zbriti në Kur'anin e Kerim. Çka keni ju në durët e juaja, hum për një moment. Psa mbyllën sit nuk jetë. Po na thojnë vllazërit se erdh shkau nder edhe na tha 5 minuta i keni kohë me dal. 5 minuta i keni kohë me dal. Tamam, 5 minuta me dal. Jo, sa shkri, edhe 10.000 mark për me dal. Sa shkri veç me dal, po edhe me pagujt me dal. Hala sa kri, edhe baba me qeni vram, edhe nona me qene masakruar, edhe motra me qene dhunuar, edhe qika me qene penguar, edhe populli cëla fshati me qenë i vum mbrojtje njeriu, mbrojtje me shpirt. Kejt këto zbashku, edhe jeni prej neve e lënë shtëpinë e vetë 5 minuta kohë, që s'ka kohaj me këthi kokën me ishlu shtëpia së njëre. Asa është kjo e vërtet se Allahu në Kur'anin e Kerim që në 1500 vetë ka thonë, çka keni në durët e juaja mundet me rëshit për një moment. Kështu tha Allahu në Kur'anin e Kerim. Wa ma inda Allahi baqin, ajo çka keni qua Allahut, ajo ka met. Gjente juaj, edhe gratë edhe motrat edhe bijat që ju kanë vra Allahut ja keni qu, ate keni me gjetë nesër shumë më të mbrojtur sa ate që e keni në durët e juaja. Ajo ka me urujt juve, ajo ka me na urujt neve. Po na në këtë fush kemi dhonë pak. Na kemi dhonë pak. Se kjo ishte fjala me gjim, a fjala me lam, ajo cila prej gjimit vjen pas ta e ka e në liri, me ne fillim në fillim, ajo dën edhe ma te për investim se kaq. Ajo dën investim edhe ma te për se kaq. O ju të dashur, o ju besimtar, o ju njerëz të shahadetit, o njerëz, o vllazër, Allahu në Kur'anin e Kerim flet shkurt, po ai flet qartë. Ai flet shkurt edhe flet qartë. Ai ka shpjeguar çështjen e fjalës zullum në këtë botë. E ka shpjeguar në shumë ajete në Kur'anin e Kerim.
Rasulullah a.s. në hadith tha, "Adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyama." Ruani ju zullumit, se një zullum shumë zullume ditën e Kiametit. Shumë zullume ditën e gjykimit është. Një zullum i këtuit është shumë zullume ditën e gjykimit. Këtë gjanat kemi thonë na këputën kur të hollohet, vetëm zullumi këputët kur të trashet. Qera këtë këputën kur të bëhen holl, zullumi kur të trashet këputët. Edhe kemi thonë në kaluarën tonë të thallë mrapa, se zullumi i shkaut ka mu këput një ditë. A e dita e këputjes ati janë shumë afër. Dita e këputjes ati janë shumë afër. Deri të këputët zullumi ati kanë met disa momente, kanë met disa ditë, jo për qëtër sen, jo pse NATO bombardon atje, jo pse Aleanca ban dobësinë atje, po vetëm pse Allahu ka vendos pikur ekziston kjo botë, se zullumi këputët kur trashet, edhe ai do të këputët. Qka kemi me këtë fjalë me thonë tash? Asgjë. Vetëm një send. A ditë që të këputët zullumi, mos mashtrohemi na. Se ne edhe a ditë do të mashtrohemi. A ditë që do të këputët zullumi, disa djemë tonë do të ngrejnë kokën nalt fort e do të thojnë ato, ne këputëm zullumin. Kështu do të thojnë do. E do e pastaj nuk do t'ju bëhat qerja kur qishe dhe havalja. Se ato e kanë këput zullumin. Pra më dëgjoj dashur. Këto gjemë do t'jenë ato që sot mundohen me këput zullumin, por viskin e kanë ngoj. Mundohen me këput zullumin, po pinë raki ato. Ato eventualisht pinë vodka dhe pinë shlivovic. Mundohen me këput zullumin. Ta shti unë për të thëmë ti o i dashur se ti ke shumë dalim prej ati shka di shka se din shka do me thonë me pi raki. A i se din. Ti ke shumë dalim se ti s'je aj, ti je qeter. Ti je eduku, je rrit në kupollën e xhamisë tonë këtu. Aja është edhe një zullum mbi zullumin qeter. Kur don ti me raki me këput zullumin, ti ke vu edhe një zullum mbi zullum. Ti ke bot di zullume. Pra ti jetë e trash edhe ma te për atë. E aj kur të këputët pra, do të këputët edhe për tije. Allahu Gjelle Gjelalu nuk donë kështu. A i donë që zullumit këputët, po a i ka dëshirë që ti përnin, e ati zullumit të prajsh me dorë të pastër, të prajsh me dorë të pastër, se Allahu ti e vetëm të pastër donë, nuk donë të ndytë. Nuk donë Allahu ndytë. Të nditën as prej teja, as prej kuj nuk e donë. A e donë të pastër, të në prej njeriut të pastër. Inna Allaha tajibun, la yakbalu illa tajiba. Ka thonë nuk pranon Allahu pse është i mirë. Pse aja është i mirë nuk pranon përveç të mirës as gjë. Inna Allahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don të penduarit, ato që pendohen, edhe i don të pastërtit. Të pastërtën edhe të pastërtit i don Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shan. Pra pia e alkoholit, pia e rakijës, pia e familjes e alkoholit në gojën e njerëzve tonë, vetëm një në radhët e tona e pengon trenin. Vetëm një në radhët e tona e pengon trenin. E sidomos kur e pin ai që e vozit lokomotivën. Sidomos kur është ati ai që lokomotivën e vozit. E pastaj për vagonat na dhe çka ka në vagon nuk diskutojmë fare, se ai i pari është që me kejt vagonat do të na fut në llamën e kuqe. Kjo do të ndodh. Kjo po i ndodh mo popullit, jo të ndodh. Kjo po i ndodh mo popullit. Ma fasha fi qaumin zina illa fasha fihimul qatl. 6 muaj para se të fillon lufta në popullin ton, në këtë kursit xhamie e lajmëruam. Po nuk e lajmëruam rastisht. Nuk thamë me ata epsh edhe apetit nga mbrëmësit e tona. Në nuk e thamë ata për ta mashtru vetën e qetrit, po është hadis, fjali e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ata e thamë susi njerëzijës, tha ma fasha fi qaumin zina illa fasha fihimul qatl. Tha sa ta zgjaroje një popull në mesin e vetë, lavirimin, zinon, amoralitetin, ati populli i derdhët gjaku, 1500 vjetë më parë. Ati populli i derdhët gjaku. I derdhët gjaku. Kush do t'jetë aj popull? Cëllit dojet jetë në botë? Nëse Arabëve ju ndodhe Arabëve në vitin 1967. Në vitin 1967 me 6 qershor,
me 6 qershor, marshuan trupat e Israelit në Egjipt. Ushtria e Egjiptit ishte asisoja atë ditë, që komandonte ative thanë, të motivuar nga impresioni i motiveve palidhje të njeriut, të drejqit të ndërtuara në njeriun mrenda, tha do të him Tel Aviv na, se atje ka qikat mira. Ushtria e Egjiptit. Tha do të him Tel Aviv, atje dhe ka qikat mira, edhe ka raki, me pi. Kështu thanë ushtarë të musliman të Egjiptit. Mas disa orëve, ajo gruja që kishte emrin Golda Meir, ajo lajmëroi, edhe ai që kishte njësi, ai mosha e Dajoni asaj kohe, lajmëruan se ne për 24 orë do të him Kairo mrenda. Jo ushtarët e Egjiptit në Tel Aviv, po ne do të him Kairo. Tashti 3 milion depërtojnë 60 milion mrenda. Edhe arrin ato, e pse, si mundët, që mundët, Egjiptasat e rrethuan një komandant me një grup ushtarë të jahudive në Sinaj. Në momentën e rrethimit ushtarët i thanë ati komandantit, ne kemi Tevratin në gjep. Ata vorosmi me ashov në zalë, mos ta prekin muslimanët se po na i ndotin Tevratin. Ai Tevrati ashtu i ndotur. Ai ashtu, se ata e ka prek dora njeriut, ati s'ka fjalë të Allahut më mrenda. Tha jo, tha s'ka me voros Tevratin. Do të vdesmi me Tevrat të ngritur për pjetë. Do të vdesmi me Tevrat të ngritur, me një libër jo të shenjt, me një libër fals, me një libër falsifikat. E falsifikati për dikan është bëj shenjt, thanë po vdesmi me të. Muslimanët shkojshin në Tel Aviv se ka qikat mira edhe ka raki me pi. Ato morën një leksion për jahudive. Morën një leksion shumë të madh se një grup e vogël e jahudive rrethuan ushtrinë e tretë të Egjiptit për 13.000 ushtarë. Ndodhi. Më 24 prill të vitit 1984 Imrami Jahudi del prej Sinojt. 17 vjet gjatë kjo ngjarje. 17 vjet gjatë kjo zjarje, vendi okupuar. O të dashur, në vitin 1973 në Ramazan, po në atë vend, po në atë rafsh, është zhvillu lufta mes di ushtrive, po të njëjtave ushtri. Një komandant i Egjiptit lipi prej Gjermanisë cisterna shka e shkrin zallin me ujë, që e stërvitin zallin, edhe Gjermanët se ditëm se po i lip. Pas shkurti, a i metoj e hungji bregun e kanalit Suezit, e boni qull, edhe kaloj ushtria Egjiptit, kishin jahudit në gjumë ishin atë ditë. Mirë po kalun me Allahu Akbar, kalun me Bismillahirrahmanirrahim Ramazan. Ajo ushtria ishte të ninua ditë e Egjiptit. Thanë na kemi marrë një leksion prej të kaluarës. Këto ishin 7 vite për para, ajo me zeza që ndodhi. Thanë tash mos jemi ato, tash jemi para kitu shkua që, as para qëtërën punë jemi, tash ti në emnin e Allahu pa ecim të para. A dite Egjiptasët i humbën 12.000 vetë se ishin sulëm, ato që ishin mbrojtje që u dashke me humbë pak, i kanë humbë 120.000 vetë. Kështu kanë ndodhë. Mbrojtje dush me humbë pak, se ti e mbrojtje. Ato 5 fish kanë humbë mbrojtje. Në emnin e kuj, në emnin e Allahut. Po ajo ushtri moderne ishte ma 7 viteve. Po ato persona ishin, si ishin plak komandonta, s'kishin dalë penzi ato. E në ata shti po ndëgjojmë për fat, po ndëgjojmë se gjali jonë po dënë me boj një punë, ama po penaj. E mirë, ju që i keni qenë në ushtrinë, ato ushtrinë e hershme pra, ato që ishin në uniforme dhe me tije që e bajshin në ushtrinë, ato kur u pishin, s'ka thëshin? Pse u pishin? Ato thëshin na mi harru dertët, mi harru galët, po pimi të harrojmë pak. Ta shti pra na kur të pimi, pse pimi? Ta harrojmë vepra, po ta harrojmë punët, ta harrojmë detirën për shka jemi. E po mirë na me harru duhet a mos me më tek, cëla ka rendin. O quna, o ju materit, ju e ju thomën e quna, ju materit që ka jeni në gjami, o ju quna, ndoshta ju ben rasteve juve me u taku me kësi kategorijet njerëzve. Ashtë mirë që me kësi kategorijet njerëzve kur takohen të bisedoni se koha është e përmirësimit, shpejt. Ju kanë mashtru elementet e kësaj bote, duhet të jeni të pastër për të kri punën e pastër në pastërti. Zemrat për ka drita janë kësisoj që që spjegum na, për ka arslina. Allahu në gjëllë gjëllani në Kurani Kerim ka thonë dhulumatun fi bahrin lëgji,
Yaghshahu mawjun min fawqihi, mawjun min fawqihi sahab. Disa zemra të errësuara janë si një det i cili e kaplojnë valët në notat e vjeshtës mbi cilin det ka mjegull, mjegull mbi mjegull, val mbi val. E ke vështirë me argumentet e sinqerta me deportu tërta ajo mende, e ke vështirë me deportu tërta ajo zemër, e ke vështirë. Val mbi val, ersir mbi ersir, mjegull mbi mjegull, thënë Kurani Kerim. E me kja jetan Suratul Nur. O i dashur, ti takon njeri që i thuhej, ti nuk ban këtë vend për shembull raki me pi, nuk është rregull.